Bilanci i tërmetit që goditi Italinë qendrore sa vjen rëndohet dhe shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur, shifra e viktimave ka shkuar në 250, rreth 365 të tjerë janë plagosur dhe 2500 kanë mbetur të pastre. Kërkimet për të zhdukurit në Rënoja vjojnë, pasi besohet se ka ende trupa që nuk janë zbuluar dhe bilanci pritet të rëndohet dhe të kalojë edhe atë tërmeti të vitit 2009 në Aquila me 309 viktima. Frika ekziston edhe për 35 turistë që gjendeshin në hotel në qytetin Amatrice. Në operacionet e kërkimit janë angazhuar më shumë se 4.000 persona, mes të cilëve dhe vullnetar. Një vajzë 10 vjeçare ishte ndër personat e shpëtuar nga ndërhyrjet e skuadrave të kërkimit pas qëndrimit prej 16 orësh në Rënoja, por motra e saj nuk ja doli dot. Lëkundjet nuk janë ndalur, qindra të tilla janë regjistruar dhe më e forta ishte ajo e mëngjesit të thëinjtes me një magnitudë 4.5, tërmeti është ndjerë në rajonet e Marches, Lazios, Abruzos dhe kryeqytetin Rom. Mira njerëz e kaluan natën në çadra apo në rrugë. Departamenti i Mbrojtjes Civile do të vlerësojë dëmet e shkaktuara, ndërsa qeveria do shpall gjendjen e emergjencës në zonat e prekura nga tërmeti dhe të livrojë 234 milion euro nga fondi i emergjencave. Kryeministri Renzi paraqet edhe një plan për rindërtimin e zonave të shkatruara, në një kohë që disa prej banorëve të pastre kanë kërkuar të rindentojë shtëpitë në të njëjtat vende që kanë pasur më parë. Ndërkaq prokuroria e Rrjetit ka nisur hetimet për shëmbjen e disa prej ndërtesave që ishin rikonstruktuar së fundmi, siç ishte ajo e një shkolle në Amatrice.